Nga dokumenti Besa në dorë të socialistëve tek pasqyra Albania në dorë të qytetarëve, ishte ky dokument i ri që gjetën ministrat në ditën e dytë të takimeve të kryeministrit Edi Rama me socialistët. Kemi diskutuar edhe për pasqyrën unike, pasqyra Albania. Pasqyra Albania do të jetë një platformë e re digjitale, projekti së cilës është gati për mënyrën e të funksionuarit. Kjo dritare e re digjitale do të funksionojë me 2 seksione. E para Flamingo Mirror ose pasqyra e flamingove, që duket se vjen si rezultati i shqetësimeve të ngritura gjatë protestave në bulevard. Flamingo Mirror është platforma ku qytetarët do të mund të ngrenë shqetësimet e tyre dhe të raportojnë problematika të pazgjidhura nga administrata shtetërore. Edhe më parë qeveria socialiste ka hapur të tilla dritare, por pasqyra Albania ka një dallim që mundsohet nga opsioni i dytë që quhet radar. Kjo është dritare që u jep mundësinë qytetarëve që ngrenë shqetësimet e tyre në platformë ta gjurmojnë atë. Në radar qytetari do të ndjek në kohë reale statusin e ankesës së tij. Gjurmimi nis brenda 48 orëve. Qytetarët do të kenë të pranishëm të gjithë institucionet dhe ku ambicia është që më herë se vonë të arrijnë në pikën që çdo kërkesë, çdo shqetësim, çdo halli i qytetarit drejtuar institucioneve të jetë si një pako dhe nga ana tjetër shteti, qeveria, institucionet ndjekin përgjegjësitë. Afati për t'i dhënë zgjidhje qytetarëve të cilët ankohen nga administrata është 2 javë. Ky është synimi, ndërkohë që më parë ka funksionuar portali bashkëqeverisjes Me Shqipëria që duam.